Po pra shumë e vërtet, për ne Shkëndia nuk është thjesht një ekip sportiv garues, por është vlera e kësaj shoqërie dhe jo vetëm, edhe motivi më i madh për të gjithë të rinjt, sidomos në këtë kohë ku fatkeqësisht modelet e suksesit janë në zhdukje sipër. Prandaj me ne sot në studio për t'ju motivuar jo vetëm të rinjt, por të gjithë ju për të kthyer emocionet të cilat i kemi përjetuar ditët e fundit, ftoj me shumë kënaqësi, pas shumë vitesh në fakt, do ndajmë studion bashkë me Faton Zylbeharin, zëdhënës i Shkëndijës. Faton, mund të na vish, Ardian Cuculi, Jeton Beqiri dhe Besart Ibrahimi. Mund të na bashkoheni, kënaqësi. Mirë se erdhët. Si dush? Mirë se vjen. Përshëndetje, mirë se erdhe. Kënaqësit ju kemi sot në emisionin Prizma. Faleminderit shumë që pranuat ftesën. Unë mendoj se hapje më të bukur dhe më të mbarë se sa me ju nuk do kishim, kështu që shpresoj të na keni ardhur me kam të mbarë. Ashtu siç e keni dhezë motorin në fushën e Gjelbërt, jam e sigurt që do ta dhezni edhe me mbarësi këtë sezon të Prizma. Falenderoj ty, po flas në emër të Shkëndijës. Vërtet derisa po ne kur jemi brenda një klubi, edhe nuk harron ta shikosh atë se ke atë ndjesinë se çfarë ndodh nga jashtë. Duke parë që në Alcat po ndodhin shumë ndryshime dhe comeback puna jote, puna e drejtorëit, i përgëzoj drejtuesit domethënë për këto lëvizje, edhe thjesht për emisionin e ri, uroj të jetë sa më mbar. Ju falenderoj që zgjodhët storien e Shkëndijës dhe besoj që nuk keni gabuar, sepse vërtet Shkëndija është kryefjala e kësaj vere dhe besoj edhe në vjesht Evropën e sjell në vendin tonë vetëm Shkëndija. Ju falenderit dhe besoj që... Mua intuita nuk më ka gënjur asnjëherë, prandaj edhe për zgjedhja e Shkëndijës, jam e sigurt që ka qenë zgjedhja e dur. Ardian, kënaqësi të kemë edhe ty, ka kalu kohë gjatë nga intervista e fundit që kemi pas bashkë. Shumë gjëra kanë ndryshuar në këtë periudhë kohore, por që bukur shumë sukseset na bashkojnë gjithmonë. Kënaqësi të kemi edhe ty. Faleminderit, unë me që është fillim i emisionit tuaj, ne zakonisht i kemi ngjyrat kuqezi si ngjyrë tonë që na identifikon Shkëndijën, mirë po kam zgjedh ngjyrën e bardhë për arsye për të pas bardhësi edhe sa më shumë jetë gjatësi emisioni juaj. Kjo për ju, në emër të klubit, në emër gjithëve dhe inshallah veç më bardhësi të keni. E përveç këtij emisioni që po e realizojmë, kjo është më e pakta që mund ta bëja. Unë besoj që do ma lejoni që ta vesh fanellën e Shkëndijës, do jetë nder për mua. Pas emisionit të merr apo? Jo, po e bëj, ose s'ja jap më. Edhe ngjyra e bardhë, tamam qenë ka në kombinim me veshje, nuk bën. Merret Cuculi, stilin e ka qetë, e ndjek modën. Okej, kemi edhe trajnerin, mirë se na erdhe, kënaqësi të kemi. Si është ndjenja për ty që krejt këto suksese erdhen kaq hofshëm dhe furishëm dhe Shkëndija u bë siç e tha Fatoni kryefjalë në fakt, jo vetëm në vendin ton, por gjithandej. Mirë se vjedhëm, kënaqësia është edhe jona që jemi bashkë në këtë rifillimin tuaj. Normalisht ne gjatë kësaj periudhe kemi qenë shumë të angazhuar me aktivitete me gjëra, por gjithçka është duke u përballuar me shumë kënaqësi, me shumë duke e shijuar çdo moment për shkak se jemi në një situatë ku erdhën disa rezultate të cilat ne i prisnim me shumë vite dhe për të cilat unë besoj që meritorët janë të gjithë ata që kanë kontribuar për ngritjen e Shkëndijës në këtë nivel, kurse sa i përket neve, besoj që jemi me fat që gjendemi në këtë moment këtu në Shkëndijë. Ashtu. Unë jo rastisht e lash Besartin për në fund, sepse Besarti është ai që na i ka rahjet e zemrës na i ka turbullu, sepse me shumë... Kur nuk shkon puna e zgjidh Besarti. Tamam e keni, vazhdon të jetë lider i Shkëndijës, unë dua ta pyes Besartin sa është përgjegjësi kjo për te i kënaqësisë që besoj është të shijosh golat të cilat ke shënuar jo vetëm tani, por gjatë gjithë rrugtimit tënd jo vetëm në Shkëndijë, gjithandej. Si është për ty kjo të mbash mbi supe këtë përgjegjësi, Besart? Faleminderit një herë për ftesën. Normal që unë si kapiteni skuadrës, në çdo aspekt mundohemi ta japim më të mirën, përgjegjësia është e madhe se kemi çdo njëri një ndjenjë tjetër për këtë klub, edhe çdo herë vështirësi që na vijnë, patjetër brenda vitit kemi vështirësi, mundohemi të gjithë së bashku të zgjedhim, kështu që ne e bëjmë punën tonë, po mundohet çdo njëri t'i ndihmojnë njëri tjetrit për të arritur sukses. Këto golat e fundit që ke shënu, si janë komentuar nga njerëzit, sa ka qenë për ty kënaqësi e madhe që në fakt të sjellësh fitore?
historike të cilat po i përjetojmë aktualisht me Shkëndim bashk? Ta them të drejtën, çdo herë kur shënojmë ne ndjehemi plotësuar, por kur e shikon qëllimin e ekipit, thash këtë vit e realizuam ëndrrën që e kishim të gjithë së bashku, shkruam histori. Normal që kemi patë vështirësi, si që thash herën e parë brenda kampionatit vim vështirësit, por kemi ditë i menaxhojmë shumë mirë, prej te drejtori, prej te kryesia, më kujtojnë shumë ndeshje ku normal nuk ka shku ashtu shumë mirë, kemi patë përkrahjet, po ashtu edhe trenerit, mbas analizës, ka thënë ju jeni lojtarët më të mirë, unë besoj çdo lojtar që që luan në Ligën e Maqedonisë nuk besoj që mundet të jetë më mirë se ju, kështu na ka dhënë një motiv shtesë, po ashtu edhe Fatoni, normal që brenda vitit ne kemi patë ato vështirësitë e tona, ka ditë ta mbrojnë lojtarin, domethënë prej te kryesia deri te ekonomi, e kemi dhënë çdo nga ana jonë më të mirën që fund vim deri këto. Bukur shumë. Sa mirë të flasësh për suksese. Më bëhason Besarti se derisa po futeshim këtu, Besarti nuk i ka qef shumë emisionet, edhe punën e prononcimeve, deklaratave. Që ka shumë pak prononcime në media. Dhe është ndërtrava, ka respektu këtë televizion, këtë emision edhe juve. Faleminderit Besarti. Po kështu si është... Jo që ka shumë i mirë, tash me zor dhe eftojmë për intervista. Edhe disa vite unë fillova të friksohem të punën ime. A ka ndiku pak Fatonit themi, të ka influencu në këtë që ndoshta ti kontrollosh emocionet gjatë intervistave, sepse sportistët ne dim që nuk është se shquhen shumë, që t'jenë shumë të lirë në për intervista, dhe është shumë e kuptueshme. Kjo përkundër Ardianit që është shumë i mirë edhe shumë sportistë të tjerë. Unë e thash edhe më parë, domethënë çdo njëri këtu që është e bën punën e vete në maksimum, por edhe mundohet edhe t'i ndihmojnë edhe tjetrit, për atë besoj që ka suksesi. Bukur shumë. Unë kam një surprizë për ju, sepse nuk duat na ikin minuta dhe pastaj mos kemi kohë. Është një surprizë shumë e bukur që jam me sigurt që gjithë juve do t'ju kthej në kohë. Unë desha që të bëj këtë gërshetime dhe paralelen e sukseseve aktuale, por mos t'i harrojmë dhe historinë që ka shkruar Shkëndia, jo vetëm për Tetovën, por për gjitha trojët shqiptare edhe në periudhat të kaluara. Kështu që unë nuk po zbuloj kush është personi ai i cili ka ndarë pak nga koha e tij, unë u ndjeva shumë e nderuar sepse ai nuk hezitoi ta bëhet fjalë për Shkëndin. U tha u bë, dhe na e dërgoi këtë video mesazh shumë të bukur, të cilin do ta komentojmë pas pak. Tash nuk e di si ta kërkoj te regjia, është surpriza e parë, jo e dytë. Shpresoj mos ta ngatroni, sepse nëse e them emrin po e prish surprizën në studio. Na tim shelim veshët. Përshëndetje për shikuesit e radio televizionit Allsat dhe juve si udhëheqësi e këtij programi. Historia e klubit futbollist Shkëndia është e dhimbshme, por është edhe shumë e dashur për neve, për shkak se gjitha punët që i kemi bën me sakrifica të mëdha, për shkak pengesave që na e bënte sistemi i atërshëm, por edhe kiç sistemi tjetër, mbasi filluam që të veprojmë për shkak pengesave që ne bëjnë të lidhja futbollistike e Maqedonisë, mirë po, neve nuk na pengojte e gjë dhe neve klubin ton filluam ta ndërtojmë dhe mbas rithemelimit neve nisëm punën ton serioze, duke zgjedhur një kryesi me qytetarët e Tetovës, sportdashës, afarist, shqimtar, të gjitha fshatrave të Tetovës, edhe e nisëm punën tonë me një seriozitet të madh. Thirrëm futbollistët që kanë shqiptarë që kanë qenë në për klube tjera në ligën komunale këtu, edhe bëm një skuadër solide. Vlen të theksoj atë se pari neve deshëm që këtine futbollistëve të bëjmë kushte minimale për të vepruar edhe atë ndërtimin e të shtores që e bëm menjëherë për një vit, e rregulluam dhe u bëm kushte
për minimale për të vepruar. Neve gjatë kësaj kohe ishim në kontakt me, si kryesi ishim në kontakt me njerëz nga Kosova, të cilëve gjithashtu edhe atyne e njëjta histori u ndodhi si neve, ku u ndal veprimtaria e lidhjes futbollistike të Kosovës, edhe ata punojshin në ilegalitet dhe me ata morëm vesh që të bëjmë një ndeshje miqësore me reprezentacionin e Kosovës. Pengesa kemi pas neve, këtë ndeshje e organizuam dhe e mbajtëm këtu në Tetov, ku mblodh një numër i madh qykusis dhe kjo gjë për neve është një ndeshje historike për shkak se kemi luajtur me reprezentacionin e parë të Republikës së Kosovës në ata kushte. Vlen të theksojmë se probleme kemi pas shumë, mirë po vetë angazhimi i madh i kryesisë sonë, gjithashtu edhe gjithë qytetarëve të Tetovës, ishte që neve ta kthejmë Shkëndijin për një kohë të shkurtë, për ato 10 vite që i kemi humbur, ti kalojmë edhe një gjë të tillë e kemi bën, për shkak se për 4 vite neve nga kategoria më e ulët në liga komunale kemi arritur që të him në kategorinë e parë. 2011-2012 neve u bëm edhe kampion i Maqedonisë. Kjo është me vërtet një sukses i madh për neve. Vlen ta theksojmë edhe suksesin e fundit që e kemi mbrit dhe kemi hyrë në grup të Ligës Evropiane. Mendoj se në të ardhmen Shkëndija do të ketë suksese më të mëdha, rinia tetovare bashkë me futbollistë tjerë nga gjitha trojet ku jetojnë shqiptar, neve do të bëjmë ekip të fortë edhe sukseset do të jenë më të mëdha. Ishte me ne Dr. Abil Bexheti, i cili është edhe rrithemelues dhe mjek aktiv i asaj kohe në Shkëndija për periudhën për të cilën edhe na foli ai. Si u ndjet? Mirë, më the Ardian që ka qenë gjatë gjithë ditës me ty, po nuk e ka zbulu. Unë e kam mik shumë, edhe këto gjithashtu, po unë e kam mik më special, pak edhe kemi qenë stërviqje sot edhe nuk më përmendi gjë dhe ma ka bo me hile, kështu që doktori dhe përgjigjet për këtë. Ndërsa po ndëgjoja pjesën e fundit, pak u bëra edhe sentimental, sepse shiko, me ekologun Shkëndija ka hyrë në një fazë tjetër. Do të thonë, është bërë një Shkëndijë ndryshe. Në të kaluarën shpesh jemi përballur me probleme dhe gjithmonë kur të linte sponsori apo dilte një problem, ti din ato fytyrat që do mblidheshin te klubi si ta mbajmë klubin gjallë. Dhe një nga ata është Abil Bexheti, doktori, por më erdhi keq sepse do doja këtë moment kur tha që më në fund të shijuam grupet, e kanë ndruar shumë këtë gjë dhe filluan të më vinë në mendje njerëzit që nuk janë më në mesin tonë fatkeqësisht, i fundit avokati i nderuar Irfan Xhelili, duke nisur nga Marshim Beqiri që emrin e mban ajo tribuna, duke vazhduar nga goleshënuesi i parë i Shkëndijës në një ndeshje zyrtare si Shaniu, pastaj Agroni, doktori, dhe mos harroj dikë tjetër, Arif Vlladi ishte një djalë që vdiste për Shkëndijën dhe në një farë mënyrë ja shfrytëzoi mundësinë që gjithë ky sukses të shkojë edhe për familjet e tyre dhe besoj që nga dikun ata na shohin dhe thjesht doktori më bëri pak emocional. Besoj gjithve, sepse na i kthej ato emocionet e kaluara. Dua ta pyes Jetonin, meqense nga ky kompeticion kualifikues europian, nëse i shohim rezultatet, por edhe paraqitjen e Shkëndijës, duhet patjetër ta pranojmë faktin që ambicjet tashmë na janë rritur. Pyetja ime është kjo, a mund ta shohim ndoshta Shkëndijën edhe në Ligën e Kampionëve? Mendoj se jemi duke ecur në suazat normale, si fillim... Mirë, ne si shqiptari kemi atë natyrën që ambicjet kur në arritën nuk kemi të ndalur. Po patjetër, po dhe njerë është edhe rrezikshme, kështu që ne do të jemi më të kujdesshëm, besoj që si një target që kishim e arritëm, pastaj unë personalisht edhe klubi e ka si qëllim që ne të vazhdojmë të jemi të suksesshëm në kampionatin e Maqedonisë si fillim, pastaj në maksimumin e mundshëm të bëjmë edhe në këto ndeshje që kemi 6 ndeshje
Ligën e Konferencës, bëjmë paraqitje sa më të mirë, besoj që edhe motivimi apo dëshira e futbollistëve që të paraqitemi si duhet, edhe gjithë neve është shumë e lartë. Dhe pastaj çdo ekip që ka arritur bëj suksese, qoftë Ballkanit apo qoftë edhe në pjesën tjetër të Europës apo edhe gjithkund, besoj që më e shëndetshme edhe më normale është që të kemi ngritje graduale dhe ngritje normale. Për shkak se luajmë dhe përballemi me skuadra të cilët janë vitet që kalojnë në këto rrugë tani ku futemi ne, dhe futbolli ndonjëherë është i pamëshirshëm nëse nuk je me këmbë tokë, nëse nuk punon si duhet, nëse nuk je i gatshëm që çdo ditë sakrifikosh dhe të kesh një lloj urie sportive gjithmonë, atëherë edhe mund të kthehet edhe si bumerang, për shkak se duhet motivacion çdo ditë punë, përforcim të ekipit në çdo aspekt, domethënë ngritje profesionale dhe unë shpresoj që një ditë Shkëndia pse jo edhe të luaj edhe në grupet e Champions League, por urojmë shumë. Një herë si fillim të jemi real, me hapat sigurt dhe të mundojmë këtu ku jemi prezentohemi në mënyrën sa më të mirë të mundshme, për shkak se edhe ky kompeticion ka skuadra shumë të serioze evropiane. E qartë. E tani dua ta pyes Ardianin nga pikpamja organizative, meqense se nëse nuk gaboj për herë të parë në grupe, do ndesheni dy ekipe shqiptare, do jeni ju kundër Dritës. A do kemi spektakël? Sepse do jetë diçka që do ta shohim për herë të parë. Me vetë faktin që luhet në fund të nëntorit, do me thonë festat e nëntorit, besoj se nuk ishte mënyrë më të mirë të mundshme për të luajtur një ndeshje e tillë. Deri në fillimin e ndeshjes do të jetë një ndeshje vllazërore në aspektin jashtë fushave të futbollit, kurse brenda fushave normalisht që do të luhet secili do të mundohet të korrë sukses dhe të fitojë normalisht çdo ekip. Kështu që nuk ishte mundësi më të mirë mundshme kjo përballje, por në të njëjtën kohë më kënaq fakti sepse vjen në një periudhë kur dy ekipet shqiptare janë vetëm në Conference League, gjë që e bën akoma më të mirë dhe më të bukur për çdo spektator, posaçërisht për çdo tifoz të gjithë tyre trojave në Ballkan, posaçërisht ose veçanërisht tonët ballistët me intelektualet, gjë që unë kam luajtur edhe te Drita një 3 vite dhe edhe te Shkëndia një pjesë bukur të mirë të karrierës sime dhe duke i ditur të dyja tifozërit. A do jeni emocione të përzjera për ty, Ardian, meqense ke kalu një pjesë në këtë ekip? Patjetër se do të ketë diçka, por unë tashimo jam drejtor dhe jam një pjesë e një klubit të Shkëndijës, gjë që një klub që unë bëj tifo që fëmijë. E sigurt e që tifo do bësh për Shkëndinë, po? Patjetër. Se po të qesh shumë serios, Patoni, ta mos pëtu që do bësh për të dyja. Dy tifozëri që janë të zjarta, si intelektualet, si ballistët, spektakli nuk do të mungojë, normalisht duke pasur parasysh thash edhe një herë se do të jetë festat e nëntorit, mendoj se do të bëjnë diçka të jashtëzakonshme, gjë që do mbesin gjatë mbresa në gjithë shqiptarët. Atëherë nuk po e vendos në siklet jetonin meqense është trajner, por nga ju po kërkoj një parashikim rezultati? Si mund a ke një parashikim? Si mund të shkoj? Fitorje për Shkëndinë me sa? Çfarë rezultati? 1-2. 1-2. Ardian? Që pastaj ta shohim, ta kthejmë retrospektive. Nuk bëj parashikime, mos bëj se jam tersun. Apo, Besar ti? Po edhe unë nuk e kam natyrën për parashikimet normal që Fatoni në aspektin e gazetarit, ma rahat. Ndeshja është që mund të ndodhë gjithçka, kështu që ta shijojmë të gjithë së bashku edhe. Po, uroni fitore për Shkëndinë, po. Po normal, ne do japim më të mirën që. Ja, suroni, do punoj për ta bërë. Do uroj duke punuar. Jo, po më the që po shikoja me seriozitet Tuculin, po di që me kujdes se si rumbullakson përgjigjen, sepse Tuculi. Jo, pse se prita ti të mvish me më shumë alegri, shumë serioz më e bërë sot, Faton. Puna është që Tuculi. Mendova që do bëjmë ashtu matching energies, kemi shkëmbim energjisë. Së është problem. Lutem. Tuculi njihet që fëmiri si tifozi Shkëndijës, dhe natyrisht në prizmin e drejtorit ai duhet të jetë i kujdesshëm në deklaratat publike të tij, si çdo njeri tjetër te skuadra e Shkëndijës, sepse edhe puna ime edhe ne është që ti mbikëqyrim nga anash në këtë drejtim, por edhe ne që s'kemi luajtur me Dritën kemi shumë respekt dhe unë atë parashikimin edhe sa përqen korrekt me pyetjen tënde, sepse është një ndeshje futbolli kur filloi ndeshja, domethënë aty
bie poshtë gjithçka, forma e ekipeve, thjesht janë 90 minuta ku nuk ka garanca që ti je në formë të mirë. Janë të paparashikueshme. Drejta sigurisht që do futet për të fituar ndeshjen, po ne deri te ajo ndeshje kemi gjëra tjera për të bërë dhe Shkëndia Europiane, plani ekologut që kur hyri në vitin 2013 është bërë realitet tashmë, është i prekshme, gjithë njerëzit kur do bëhet, ja ku është, Shkëndia është në Europë dhe po që se neve na jepte UEFA-ja të zgjidhnim, të bënim këtë të rënditjen edhe të ndeshjeve, beso që nuk do bënim kaq mirë. Shkëndia të futet në fazën kryesore të një kompeticioni europian si Conference League të fillojnë në Madrid, ka qenë një ëndër e kamotshme dhe të luhet ndeshja Shkëndia Drita në 27 nëntor, apo domethënë festat e nëntorit kur gjithë edhe në Shqipëri ja kanë dhënë pikërisht kësaj ndeshje ata të bujën e madhe, thjesht është diçka magjike që ne besoj që vetëm duhet ta shijojmë. Tani trajneri, lojtarët dhe gjithë ne të tjerët duke parë, duke bërë, do bëjmë punën që të kalojmë sa më mirë dhe këtu përfshi deri te ndeshja me Dritën ne kemi ndeshje të tjera, ne të mërkurën kemi një ndeshje. Po ne kaluam meqense është diçka më emocionale, kalova direkt te ajo pikë. Është një gjë e bukur që vetëm se ja zbukuron inkuadrimin e Shkëndijës në Conference League. Pajtohem. Meqense the Ardiani duhet të jetë më i kujdesshëm sepse tani është në pozicionin e drejtorit sportiv. Ardian, a të vjen ndonjëherë ashtu instinktivisht që të shkosh direkt në fushë, ta prekësh fushën, të largosh ashtu, të zhvishesh nga roli i drejtorit dhe të kalosh në fushë? Po tash kemi ca kile më shumë edhe. Nëse vendos të shohësh një ndeshje të futbollit, të sugjeroj mos jesh me Cuculin. Vërtet? Po, ndeshja e Shkëndijës nuk është Se çfarë ndodh? Çka s'ndodh? Ardian për çka e ka fjalën, çka ndodh? Po tash se s'dim na shohin edhe fëmijët ashtu, po tim do hon shpesh. Okej, kuptuam. Kemi edhe një surprizë tjetër. Nuk po e paralajmëroj edhe këtë surprizë, sepse do e shohim dhe do e shijojmë bashkë. Për të gjithë futboldashësit në Tetov, si dhe më gjërë, veçanërisht për gjithë tifozit e Shkëndijës, veçanërisht për ato të Flaktit, deshta të rikujtoj të gjithë këta në lidhje me disa histori të Shkëndijës, për ta ndërlidhur me sukseset më të reja të cilat Shkëndia i ka arritur në arenën ndërkombëtare dhe kështu në përgjithësi. Unë si futbollist jam rritur te Shkëndia dhe kam luajtur që në moshën 17 vjeçare për një periudhë caktuar dhe ai momenti historik i cili ngeli i shënuar në historinë e klubit ishte ngjitja për të herën e parë në Superligën e Maqedonisë, që ishte një sukses i madh për Shkëndinë, gjë të cilën se kishte bërë më parë. Tjetra pastaj një moment historik tjetër ishte fitimi i titullit kampion në vitin 2011, gjë që ishte një ngritje akoma më e madhe e klubit dhe rritje standardit të vetë klubit për të kërkuar më tepër nga vetë klubi dhe ekipi, dhe ajo e fundit tashmë është me çunat të cilët arritën që të kualifikohen në grupet e Conference Ligës, që është një moment mjaft i rëndësishëm historik në vetë historinë e klubit. Ekipit dhe gjithë futbolldashësve ju dëshiroj një pjesëmarrje sa më të suksesshme në Conference League dhe uroj që pse jo të bëjnë edhe një kualifikim të më të qeshëm. Sukseset më të qeshme. Faton inspirimi për të kontaktuar me Nebim Mustafin për këtë videomesazh, më erdhi në momentin kur isha duke bërë historikun të cilën e ndoqëm para se të futeshit ju në studio. Në fotografitë e vjetra, ashtu me njëherë më doli imazhi i Nebim Mustafit dhe unë mendoj, besoj pajtohen edhe gjithë të shikuesit që është ikon e këtij klubi, meqense është që në moshë të re është bërë pjesë e Shkëndijës, edhe kur e kisha në emision ka folë me shumë emocione për këtë klub dhe ndihet shumë i nderuar dhe i privilegjuar që ka dalë pikërisht nga klubi Shkëndia. Si u bën fakti të ndiheni për krejt këtë që dëgjuam dhe krejt atë që e tha Nebim Mustafit, të cilin e falenderojmë shumë? Nebimin e kum pas kapiten në vitin 2011, është momenti historik i fitimit titullit parë kampion. E kemi mik dhe thjesht i falenderojmë gjithmonë për këshillat dhe për gjithçka që mu personalisht më ka mësuar dhe më ka këshilluar, kështu që jam falenderues dhe e parë se si mi pa moti për shkak të angazhimeve dhe ai edhe unë dhe këtu u përmalla pak dhe shpresoj ta shoh sa më shpejt. Ju, Besar, çfarë raportesh keni me Nebiun?
Edhe unë njëjtë, jemi miq, normal ku me ne bjen ku takohemi çdo herë flasim për gjëra pozitive, na motivon, edhe doktorin se pares nuk Po patjetër. nuk merr të radha me fol, unë çdo herë ndjem i kënaqur kur shënoj, kur i shoh si doktori, normal që ka edhe të tjerë, kur gëzohen në arritjen e klubit, në golat e mi, në golat e skuadrës, normal, edhe kjo më motivon që t'jap ma shumë kontribut, shënoj ma shumë që t'i gëzoj ata që e duan klubin pa interes. Dëgjom Besar, do të nuk merr të radha me fol, po pse mu kur më vjen radha të shënoj gola? Normal, unë do flas. Unë kur në emision o problem. Mirë, Ai nuk le radhë njeriu të shënoj gola, ka bërë 200 e sa gola, do t'i kam bërë. Besart, unë me atë çfarë hulumtova mendoj rrjetet sociale, në internet e pash që je ka të 40-at, edhe pse duke shumë i ri. Nga informacionet që kam unë, kur kalon ka të 40-at, është koha e pensionimit, apo? Por ti edhe në këtë moshë që je realisht, je lider. Për lojtarët tjerë, jo për Ronaldon dhe Besartin. Po prandaj po e pyes direkt Besartin, të më tregoj kur kem plan të pensionohesh Besart Ibrahimi? Po, unë çdo Pas herë, tyre sukseseve të pamundur do e kesh besoj që do të nëmë të pensionohesh shpejt. po, si që thash edhe më parë, më gëzojnë ato gola që i shënoj, kur i shoh njerëzit që e duan klubin pa interes. Normal që unë, kur ta shoh veten që nuk mundem t'ap kontribut për këtë klub, atëherë do e analizoj edhe do pensionohem. Por përderisa jam mirë, ta shohim t'ja lejmë kohës. Për momentin kemi shumë loja edhe në Conference League, tash edhe në Ligën e Maqedonisë, duhemi ta mbrojmë titullin, që e rëndësishme është që jemi fokusu këtu edhe pastaj t'ja lejmë kohës. Duke parë, duke bërë. Duke bërë, aman, fjala e duhur. Tash këtë pyetje ndoshta mund ta ndajmë një pjesë Fatoni, një pjesë Jetoni. Nga gjitha ekipet shqiptare të rajonit, këtu kam parasysh Kosovën, Shqipërinë, po nuk e anashkaloj edhe Maqedoninë, këtu mund ta përmendim ekipin e Vardarit që është edhe historia e futbollit të Maqedonisë. Shkëndia është treguar më e suksesshme. Ka një specialitet që e dallon Shkëndin si klub futbolli nga ekipet tjera, bëra këtë komparacion jo rastisht me Vardarin, sepse e dim që ka një histori të madhe, por Shkëndia e ka tejkaluar me sukseset dhe kualifikimet në Evropian. Nuk e them unë, Po e thonë gjithë, Shkëndia është institucion realisht, me respekt maksimal për çdo klub këtu në vendin tonë, Kosovë dhe Shqipëri. Edhe nëse krahasojmë me klubet e Shqipërisë që kanë, të themi, traditë 100 vjeçare. Unë tash ndoshta do humbem pak modestin, por mua ma kanë thënë miq në Shqipëri, bukur mirë të futur në thellë në futboll, thonë që Shkëndia është shembulli për të ndjekur. Nga viti 2013, Shkëndia është përfaqëson me ngjyrat, me gjëra, shumë gjëra e kaluara historia, por me futjen e kompanisë ekolog, Shkëndia mori një drejtim tjetër dhe në aspekt organizativ, unë mendoj që ne jemi një institucion në vete dhe në këtë drejtim besoj që çdo klub mund të na ndjejë. Kanë bërë edhe skuadra tjera ngritje në këtë drejtim, siç është skuadra e Dritës dhe rezultatet shihen. Asgjë nuk është, Po pra, rezultatet flasin. Bazohem nga rezultatet dhe e bëra këtë pyetje. Por them edhe lojtarët të cilët të kaluarën kanë qenë pjesë e Shkëndijës dhe kanë ikur në kampionatet që i përmende, gjithmonë janë kthyer me nostalgji në atë që si te Shkëndija nuk ka. Tashi, infrastruktura, kampionati, mediat, emisionet sportive që mungojnë, nuk është se mund gjitha këto t'i bëj Shkëndija, t'i ndryshoj. Shkëndija në base infrastrukturën e vetë mund ta ketë më të mirë, ta bëj më të mirë, por nuk është se dua rregulloj të tjerëve. Në këtë drejtim Maqedonia ngec dhe Shkëndija i ka pasojat e kësaj, sepse po të marrësh një lojtar nga jashtë që duhet ta paguash shumë, nuk është se shikon vetëm pagën, por shikon infrastrukturën, dhe futet në YouTube, dhe shoh një ndeshje, një highlights edhe sigurisht që ato pamjet nuk japin pasqyrën më të mirë, që në atë drejtim Shqipëria dhe Kosova janë pak para neve. Më gjëra tjera e thonë tjerët, jo unë, Shkëndia është shembulli që duhet ndjekur. Jeton dëshiron ta plotësosh në këtë pyetje? Po Fatoni nuk le hapësirë për plotësori, plotëson vetë krejt. Mund pas ka mungu Fatoni të komentoj ndeshje, të komentoj sportin përgjithësim, pas ka mungu Faton, mendoje këtë, konsideroje. Nga fakti që nuk jam pjesë e një televizioni. Po prandaj po ta them, nga televizioni më ka marrë malli me të ndëgjues, se kështu dëgjohemi shpesh. Fatoni mund ta marrë vendin. Sfutën në emisionin zbavitës. Jo, kënaqësi do jetë ta ndaj studion. Ashtu po. Pastaj Fatoni nga i pozicion mund të kalojmë
në pozicion tjetër, kështu që okej, është mbaj më larg. Kështu që unë vetëm doja të shtoj që unë personalisht ndjehem shumë me fat që jam pjesë e këtij klubi. Kam respekt të jashtëzakonshëm për gjithë skuadrat, si këtu në Maqedoni, në Kosovë dhe Shqipëri, kanë histori, kanë rezultate, kanë emër shumë të lartë, si mos i përmendi kështu me një nga një, se ndoshta do haroj dikënd edhe nuk do jem korrekt, por besoj që Shkëndia ka diçka më tepër dhe pikërisht pse ka diçka më tepër, unë ndjehem më me shumë fat se jam pjesë e Shkëndisë. Bukur shumë. Tani jemi ka fundi, unë dua ta pyes Besartin, ta vazhdoj ato pyetje, nuk dorëzohem. Si është të ardhmen tënde Besart në sport? E mendon ndoshta në një të ardhme të afërt ose të largët, nuk e di si ke planet. Ti je trajner, pse jo ta vazhdosh këtë traditë që ke dhe këtë talent që ke, ndoshta ta nga ti të dalin futbollistë tjerë, pa tjetër, kjo është aftësia një gazetari, ta shfrytëzoj mundësinë. Jo, Besart mos më dëgjoj fator, na i zbulo se kush e di më kur do të kemi në emision, unë po shfrytëzoj mundësinë. Ta them të drejtën, jam i fokusuar tash në profesionin që kam, tash normal. Asë si të defokusojma. Normal që e mendoj edhe të ardhmen, por mundom ta punoj të tashmen, pastaj normal që ne me futboll i kemi dhënë shumë vite futbollit, besoj që edhe në të ardhmen do japim edhe si përfundim do e lejmë kohës. Pyetjen ta bëra jo rastisht sepse desha të pyes do qëndrosh këtu apo do na ikësh? Uroj shumë të mos na ikësh nga Maqedonia, jo? Kur çdo herë ëndra jeme ka qenë që përfundimin e karrierës ta mbaroj në Shkëndi, kështu që unë ta them kështu se do më realizohet kur nuk do dalë prej Shkëndije, të shkoj dikun tjetër, por kur të dalë prej Shkëndije, do me thonë, do valen karriere ime, kështu që do luaj deri sa të mundem edhe pastaj do pensionohem këtu në Shkëndi. Shumë e bukur kjo. Shumë presion ke bërë sot, unë nuk kam pak shumë gazetare tjetë kaq dhe me thonë insistuese dhe të nxjerrë këto gjëra janë shumë të rëndësishme, po unë mund të konfirmoj se do jetë Besarti të jetë një trajner i mirë të ardhmen, po unë shpresoj që akoma të bëj gole se për trajner ka kohë ende. Bukur shumë. Ka një herë trajner Shkëndi, ke dush thosh. Po, patjetër po. Po mirë, Fatoni e din, jeton nëse nuk nxjerr lajme nga ky emision, atëherë nuk e kam kry me sukses punën time, kështu që ky është misioni i një gazetari. E din Fatoni. Ti dhe Fatoni jeni një lloj tandemi, siç i themi ne, që njifeni dhe kuptoheni, kurse për ne tjerët është pak më... Ne nuk u njohim si ekip, se ju njifeni, ju jeni ekipi vjetër, kështu që ato spondet i keni më precize, kështu që unë vetëm komentova... Pse jeni kaq serios, tash unë po mundohem ashtu t'ju nxjerrim. Ne nuk jemi aq serios, neve puna na bën që t'jemi seriose, për ndryshe jashtë emisionit jemi totalisht ndryshe, kështu që... E mira karakteri këtij emisioni është në fakt t'ju nxjerrim pak nga serioziteti, t'ju kemi ashtu siç jeni ju me miqtë tuaj, me familjen tuaj, që këtë ta reflektojmë edhe te shikuesit. Besoj e arritëm sot. Nuk e dia të dëshiroje të na shihja ashtu si jemi ne. Pse jo, edhe unë edhe shikuesit do donin t'ju shihnim ashtu siç jeni realisht. Jo, realisht. A janë kështu siç ishin ajo, shumë serioze, s'janë kështu. Jo, Vlera, realisht ne duhet të respektojmë natyrën e emisionit tënd, por duhet ta kuptosh momentin në cilin jemi këtu, bat bar. Do të thonë çdo sukses për njerëzit profesionistë është edhe bar. Edhe momenti ku është Shkëndia, shikohet shumë me thik, kështu që na kupto pak edhe ti neve. Ne kemi marrë më shumë atë pjesën e emocioneve, krenarisë që po ndjejmë dhe shpresojmë shumë që ta kemi dhe ta mbajmë këtë eufori që na ka kaplu deri te festat e nëntorit ku na presin edhe ndeshjet e radhës. Se mu m'ka ngel menjat e nëntorit. Ti nëntori, unë ju them juve dhe çdo televizioni tjetër, çdo mediumi tjetër të na mbajnë të kontaktuar dhe mundësisht varësisht nga seancat stërvitore, mos ju pengojmë lojtarëve në procesin stërvitor të punës, do keni gjithmonë ekskluzivitetin për të patur mysafir lojtar, futbollist, staf, Culi apo kushdo tjetër. Besartit ju bë mirë, besoj që do vi sërish. Dhe kjo do jetë mirë jo vetëm për Shkëndijën, për promovimin e gjithë asaj që ndërton Shkëndija në emër të përfaqësimit të shtetit. Kështu që mos u lidh vetëm te ndeshja e dritës apo te ky emision sot. Ne do kemi ndeshje në Europë, ne luajmë në vend, duam të mbrojmë titullin, ne kemi ndeshje
marrëveshje të kupës, kështu që shfrytëzoj këtë emision dhe çdo emision tjetër dhe çdo portal, Shkëndija është e hapur për secilin, mjafton tregoni pak interes, pastaj ne do ju përgjigjemi. Ne me shumë kënaqësi. Dhe unë e thash edhe në fillim, u përsërita disa herë, tash Shkëndija nuk është thjesht një ekip futbolli, është vlerë e kësaj shoqërie dhe vazhdoj të mbaj këtë qëndrim, besoj pajtohen edhe gjithë shikuesit tanë. Kështu që faleminderit shumë për emocionet që na i keni dhënë me këto ndeshje, për gola që ke shënuar Besart, për intervistën që ke thyer Akullin sot dhe zbulove shumë gjëra të cilat besoj i interesojnë edhe shikuesve. Faton, faleminderit që na i solle në studio dhe organizove kaq bukur këtë emision. Ishte shumë kënaqësi që ishit sot pjesë e emisionit të parë të Prizma dhe të rikthimit tim në televizionin më të ndjekur shqiptar në vend. Kënaqësi për ne, unë vetëm bëra punën time, është pjesë e punës të detyrimeve të mia në klub. Juve ju dëshiroj shumë fat edhe të ecin gjërat shumë mbar, unë ndjeva shumë mirë, jo vetëm për faktin që po përfaqësojmë Shkëndijën dhe që kam thënë që momentin që jemi futur në Conference League, kam thënë kemi dy gëzime të Shkëndija. Një që jemi futur në Conference League, e dyta që rreth Shkëndijës pati një unifikim të hatashëm mbarkombëtar. Kosova, Shqipëria u bën me ne dhe kjo e bën Shkëndijën kaq të madhe. E fundit që dua të them që sa herë që vi këtu ndjehem shumë emocional sepse është vendi ku më ka ndryshuar karriera ime në aspekt profesional. I përshëndes gjithë ata, duke nisur nga zotri Feriku, Admir Qose dhe fajtori kryesor që mua më ka bërë të jem këtu, Fadil Veseli, pastaj gjërat... E përshëndes edhe Fadilin se do më hidrohet ta si është e mundur, ta nuk më keftu ta mu në emisionin e parë tash. Mos mendoj shikuesi që jemi nga ata që po i ftojnë vetëm të shtëpisë. Fadili meriton, ka dhënë shumë... Patjetër. Faton, faleminderit shumë, faleminderit Ardian, jeton dhe Besart, ishte shumë kënaqësi. Shpresoj të shihemi në sukseset e radhës të Shkëndijës. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi. Pas kësaj bisede shumë të bukur që ne kishim me përfaqësuesit e klubit të futbollit Shkëndija, tani unë do t'ju dërgoj deri në Rahovec, ku javën që lam pas, në fakt unë isha atje për të ndjekur edhe natën përmbyllëse të festivalit Hard Fest, i cili ka për tradit rushin, vjelin e rushit. Aty ajo çfarë ne pam ishte rushi, rakia dhe shumë muzikë e bukur. Ne takuam sigurisht edhe këngëtarët të cilët bën spektakël të jashtëzakonshëm. Ishte i madhi Aleksandr Xhokaj, i cili konsiderohet edhe si zëri i rockut shqiptar, por edhe me rock grupin legendar, Tetovar, Elita 5, me cilën ne kemi realizuar një intervistë, por intervistën e plot do ta ndiqni pak ditë më vonë. Kështu që ndjekim këtë kronik dhe rikthehemi për ta përmbyllur këtë epizod të Prizma.